Një avion pasagjerësh i Air India udhëzuar në aeroportin e Ahmedabadit, një qytet në Indinë Perëndimore. Avioni po shkonte në Gatwick, në Londër, kurse në bordin e tij ishin 242 persona, 169 pasagjerë indian, 53 britanik, një kanadez dhe 7 portugez. Rëzimi ndodhi gjatë ngritjes. Në bord ishin totalisht 217 të rritur dhe 11 fëmijë. Nga hetimet e deritanishme, konfirmohet se piloti i avionit me eksperiencë të gjatë në fluturime ka dhënë sinjalin SOS pak sekonda përpara rënies mbi një konvikt studentësh të mjekësisë. Mbetet mister shkaku i këtij aksidenti ajror. Pamjet tregojnë rënoja që digjen me tym të zi të dendur që ngrihej në qiellin mbi aeroport. Avioni Boeing 787 mori një lartësi rreth 200 metra, por më pas humbi kontrollin e ngjitjes dhe forcë në rrethana ende të panjura dhe nisi uljen deri në rënien mbi godinat e konviktit, ku shpërtheu më pas në tym dhe flak. Në tukje, mjeti fluturues nuk dha asnjë shenjë të humbjes së ekuilibrit aerodinamik apo turbulenca në motor apo trup, teksa mbetet mister shkaqjet e rrëzimit tragjik. Avioni duket se ka humbur kontrollin dhe ra mbi zonën ku kishte shtëpi dhe pallate banimi, duke shpërthyer një rreth të madhe tymi dhe flakësh. Pamjet nga vendngjarja janë tronditëse, teksa autoritetet nisën menjëherë grupet e emergjencave, por edhe të shpëtimit. U shfaqën gjithashtu pamjet të njerëzve që transportohen me barela në ambulancë, por shifra zyrtare të dëmeve dhe viktimave ende nuk janë të qarta. Nga të dhënat paraprake, mësohet se piloti kishte mbi 8.000 orë fluturime me eksperiencë të gjatë, bashkëpiloti mbi 1.000 orë fluturime. Piloti dha sinjalin e alarmit sapo ishte ngritur nga pista, rreth orës 8:30 të mëngjesit. Avioni do të mbërrinte në Londër në orët e pasdites, teksa ishte një mjet fluturues me shumë orë udhëtimi të kryera.